Zoti Berisha, një pyetje për Partinë Demokratike. Një pyetje për Partinë Demokratike. Zoti Saliani organizoi një takim dje në Elbasan dhe sekretari i përgjithshëm Zoti Noka deklaroi që takimi u organizua nga Suel Çela dhe Ervin Saliani është i vetë përjashtuar nga Partia Demokratike. Është qëndrimi i Zotit Nokat personal apo është qëndrimi i Partisë Demokratike? Urdhë, edhe një herë. Zoti Noka deklaroi që Saliani është i vetë përjashtuar nga PD-ja. Tani do të them një gjë. Në gjithë karrierën time politike dhe në ditët më të vështira, kur nuk kam bërë dhe nuk bëj kompromis me krimin. Kur nuk kam bërë dhe nuk bëj kompromis me krimin. Dhe në qoftë se ndjek këtë betejë, pavarësisht nga çmimi që ka patur, kam bindjen më thellë se ka qenë dhe është veprimi më i drejtë. Vija e kuqe e Sali Berishës është ndarse bashkëpunimi me krimin. Që një antar i kooptuar i kryesisë dhe antar i Këshillit Kombëtar të organizoj me Suel Çelen, kriminelin më të rrezikshëm të Elbasanit, kreun e njërit prej karteleve më të fuqishme në Europë, takim, kjo është absolutisht e papranueshme dhe kur nuk mund të kalojë. Në këtë kontekst, ai që nërmerr një veprim të tillë, ai të i kalon vinë e kuqe dhe ai është përgjegjës për vetë e tij. Nuk mund të pranoj kur edhe një herë, asnjë formë bashkëpunimi me asnjë nga kartelët e drogës, as me organizatat kriminale. Për sa i përket takimit që thoni ju, kemi patur informacione, jo një, po disa, të cilat pohojnë që Suel Çela ka qenë organizator në hije kryesor i takimit. Përshëndes të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike të Elbasanit, strukturat e saj që e bojkotuan me neveri një takim të tillë. Pra, kjo parti ka linjë absolute të kuqe. Çdo formë bashkëpunimi me organizatat kriminale dhe kartelët e drogës. Kaq. Shumë interesante. I mbuluar nga xhepi vetë media TV, një të kam lënë, ngele duke u bërë çorap, kjo është hajde me vesh gjuhën e tyre se është e gjuhë po. Në orën 18:02, Erviz Bërberi, kuptova i thot, 18:05, Lubi Balluku, ke një supervizion mirëmbajtje, në orën 18:05, 18:06, Erviz Bërberi, po, më thuaj, 18:07, Lubi Balluku ka dërguar një fotografi si ajo nga sistemi elektronik i prokurimeve në të cilën janë listuar procedurat e prokurimit të publikuar nga autoriteti rrugor shqiptar me datën, ju lutem, me datën 17/3/2002. Pra, konkretisht loti 4. Qa ka loti? Pra, konkretisht loti 4. Kontrata 2. Supervizion punime shpirmajtje me performancë e akseve kryesore të rajonit jugor. Loti 3, kontrata C. Supervizion
punimesh mirëmbajtjen me performancën e akseve kryesore të rajonit, qendror dhe lindor, loti 2, kontrata B, supervizion punimesh mirëmbajtje me performancën e akseve kryesor të rajonit qendror dhe veri lindor. Loti 1, kontrata A, supervizion punimesh mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të rajonit verior. Supervizion për mirëmbajtjen me performancë të segmenteve rrugore të shtuara në VKM numër 613/10/2021. Pasi dërgon këtë fotografinë në orën 18:08 deri në 18:09, Lubi Balluku thot: për këtë flet ky se ka rënë dakord me Ramen. Urdhroni. Çoje pak si për të lutem shumë. Po, mirë. Ka rënë dakord me Ramen. E dyta, pse ja ke bërë për 3 vite? Se është çmenduri. Merru me këto se do të më çmendesh. Sqaroj ati kurve, më thot kurve. E ka plot, kjo është gjuha e tyre, që nuk do të hap procese të reja se nuk lejojnë financa. Në orën 18:09, Erviz Berberi, okej. Në orën 18:09, Lubi Balluku. Qa janë të supervizione që pas ka hapur ti? Në orën 18:10, Erviz Berberi. Po, janë për 3 vite. Janë të mirëmbajtjes. Në 18:10, Lubi Balluku. Kanë mirëmbajtje supervizion. I ka hapur ti. E po një do ta marr edhe shifeni vetë. Nuk mund ta shqiptoj. Shikoni çfarë gjuhën. Shikoni gjuhën. Çfarë llumi në zyrat e qeverisë. Do ta marr një super. Se ja ka premtuar rëja. Shiveni këtu. Ja ka premtuar Rama. Në orën 18:11, Erviz Berberi, po BB i kishte një të madhe. Unë ndava që të akomodonim sa më shumë. Lubi Balluku, s'më pëlqen fare që unë nuk di çfarë bën ti. E ndëgjoni tani, drejtori direkt me Ramën. Komunikimin. Nuk di ministria, që s'duhet di as ministria, as drejtor, as kryeministri. S'kan pse të di, duhet di ligji. Prit tani. Unë nuk di fare çfarë bën ti, në orën 18:11 Berberi. Po këtë doj, e ka fjalën për Ramën, këtë doj. Në orën 18:18 Lubi Balluku, jo këtë doj, jo. Pra, në orën 18:18 Erviz Berberi. Të vinë në mija, këto është gjuha atyre, nuk marrë vërshë çfarë është mija, po pra, këto janë vetëm maja e icebergut, e mesazheve që Edi Rama ka dërguar vetë direkt për të nda parat me kompanit. Këto janë të gjitha në nazë dhe madhe,
tuneli u nda 97 milion. Tani vim të janë tunazës këto, të freskëta. Cilat janë zhvillimet? Zhvillimet i vazhdojnë super mafioze. Pasi prokuroria kërkoi në paraqitin parlament kërkesën për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Lubi Ballukut, ju e pat reagimin e menjëhershëm të Edi Ramës si udhëheqësi i reformës drejtësi, udhëheqësi i vjedhjeve më të mëdha në historinë e Shqipërisë, latë kuptoj se ai nuk do t'i heqë imunitetin, se nuk do veprohet si në raste tjera, po tani do bëjmë një analizë të thelluar për të shpëtuar menderën e tij. Tani, çfarë ka ndodhur tjetër? Gjëra që s'ka ndodhur kurrë. Prokuroria ka dorëzuar provat, kërkesën dhe provat. Pse ku e bazojnë kërkesën e tyre për arrestimin e Lubi Ballukut? Niko Peleshi ka fut provat në kasafort dhe nuk ja u jep deputetëve të opozicës antarë të komisionit të verifikimit mandateve. Kjo nuk ka ndodhur kurrë. Nuk ja u jep, sepse provat kanë gjëra të llahtarshme, të cilat e bën Lubin, e tregojnë Lubin thjesht një shërbëtore të Edi Ramës. Dhe ai nuk ja u jep dhe kërkon të mbledh komisionin, këshillin e mandateve, pa dorëzuar të plot dokumentat antarëve të këshillit të mandateve. Ky është një akt antikushtetues, antiligjor, një përpjekje verbër për të mbrojtur me çdo çmim dyshën Rama Balluku, dyshën më hajdute që ka patur Shqipëria në historinë e saj. Kërkojnë që ta çojnë pas vitit të ri, ta spostojnë madje të mos mbledhin parlamentin gjersa të duan vetë. Deputetët e Partisë Demokratike do të kërkojnë mbledhjen në përputhje me kushtetutën, mbledhjen urgjente të parlamentit. Dhe kjo është taksative, ndaj them Ramës mos u fshi pas fustanit të Lubi Ballukut, po dil hajdut siç je, turpi i Shqipërisë, turpi i njeriu dhe i njerëzimit. Çfarë manovrash bëhen kështu? Prisni, kapitulli tjetër është absolutisht po kaq, në mos më shumë. Tani ai është midis dy zgjedhjeve. Do të dorëzoj lindën, Belindën apo lindën. Lindën apo Belindën. E garantoj se drejtësisë nuk do i shpëtoj njeri. Por për ta mbyllur, disa pyetje. Vetëm disa pyetje. A ke djeniti? Dhe çfarë djenish ke? Çfarë qëndrimi ke majtë ti
ndaj dy pengmarrjeve nga bashkëpunëtori yt më i ngushtë Ergy Sagasi, Geron Meçes dhe Daniel Shimes. A ke djeni ti që bashkëshortja juaj, si pas regjistrimeve depozituara në SPAK, ka bërë ndërhyrje direkte në përcaktimin e fituesve të tendrave kunatit vetë, në kofshtin tënë privat për Armand Frangun. A ke djeni ti se nga një biznismen mediokër me angazhimin direkt të familjes tuaj, Frangu ushtruhe në fituesin kryesor të tendrave, ai me kompani, me Prestonome dhe me ortak falso, thuhet se mund këtë rëmbyën 96% të gjitha tendrave. A ke djeni ti për grabitjen mes rrugës të Daniel Shimes, a ke djeni ti për dhunën që ushtruan ai Geron Meçes për të tërheqë të gjithë kërkesat në mënyrë që Baxhanaku yt të fitonte tendrin? Pse të dy pengjet, Geron Meçe dhe Daniel Shima, u dërguan të krye kriminali i Elbasanit dhe kreu i kartelit të rrezikshëm të drogës Suel Çela? Cili është roli i prodës së bandave në këto grabitje? Ky është shteti i krimit. Do përballesh me të gjithë zemrimin e qytetarëve. Data 22 është fillimi i një betejës të cilën do ta fitojnë qytetarët. Kjo ngërhinë e kalbur e ngritur mbi vjedhën e shqiptarëve, mbi drogën, krimin, po shpërbëhet dhe ne do japim shtytin e fundit. Kjo ngërhinë e kalbur nuk ka më të ardhme. Pritet vetëm guximi ynë për të arkivuar në honët e turpit të historisë. Kjo është e vërteta. Nuk ndodh. Kjo që po bën Edi Rama, mban erë si një lloj grushti shteti, sepse marrja ose bllokimi i pushtetit drejtësisë, marrja mbi sipër e pushtetit drejtësisë, shënon në vetvete grusht shteti brenda shtetit. Ne po e ndjekim, por në mënyrë absolute do i përgjigjemi me të gjithë forcën tonë. Drejtësia nuk mund të pengohet. Jo, ne kemi dhënë shembull kur ne nuk kemi bërë përpjekjen më të vogël. Kur ne ishim në pushtet, zëvendës kryeministri, për këta çakej që dalin në studio dhe mohojnë çdo gjë dhe mbrojnë problemet e tyre me skapin, zëvendës kryeministri dha dorëheqjen pa ardhur nga prokuroria kërkesa. Pa ardhur. E 14 janar Ilir Meta. Bazuar në një dokument të manipuluar dhe falsifikuar fundë kryer nga Edi Rama dhe Filip Çakulli. Ministrat dorëzuan imunitetin, dhanë dorëheqje. Këto ishin standardet e një vendi demokratik. Kurse ky lën të kuptohet se nuk ka normal, do bëjë një studim të thelluar tani, si udhëheqësi i reformë drejtësisë. Edhe populli do bëjë një reagim të thelluar, i them unë. Ndaj dhe
përballu me popullin. Faleminderit.